Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në episodin e 3 të Perspektiva Podcast. Një hapësirë ku rrugtimi dhe mendimi i çdo personazhi është motivim për rinin. Unë jam Eraldo Muça dhe do jem së bashku me ju në këtë rrugtim plot perspektiva. Sot me mua kam nderin të kem një sipërmarrës, një adhedashës dhe një mbi të gjitha një person i thjesht dhe tepër modest, i cili ëndrave të tij ju ka dhënë jetë. Sot për kënaqësinë time dhe tuajën, Altin Prenga. Mirë se keni ardhur. Ju falenderoj që keni pranuar ftesën tonë. Faleminderit, ku ka një gjithmonë jam disponibël. Ju falenderoj. Atëherë, mund të na tregosh pak mbi fëmijërinë tënde, mbi rininë tënde, pjesën ku je shkolluar, ku ke qëndruar me miq dhe deri në momentin që keni vendosur të largoheni nga Shqipëria. Unë jam rrit në Fisht, një katon nga shumë katone shqiptare të mrekullueshme, megjithëse shumë i varfën, ishte atëherë më të periudhë, sidomos ka kanë zonë e thatë, por unë jam rrit me shumë në Gjingallave, edhe me dashni ndaj vendit të midis ferrave, gjys kam zdafon, tu sa ka tu kamshë gjujse sikur është jeta më katon tamam, por edhe me dashni të papame për atë vend, që unë e kam dashur shumë, jam rrit kam shpinë një kodër, ndërsa kam pas edhe fatin tem, jam rrit midis pemëve, edhe atëherë pjesa më e madhe në komunizëm i kanë pas shkatruar, kështu që jam rrit besoj shumë mirë në atë vend, edhe kam kujtime të mrekullueshme dhe mendoj se kanë kontribut shumë të madh në personin që jam bën mbrapa, sepse jam rrit me dashninë e fshatit duke mos e urryer fshatin. E kuptoj. Shkollën e keni zhvilluar në Fisht? Shkollën kam shkuar në Fisht dhe në Troshan mbrapa dhe në Blinisht, unë e kam lënë përgjithë shkollën, sepse kanë qenë periudhë që në fakt pak edhe për disa disfatat tona familjare, se unë me magjen, jeta ishte pak e vështirë, jo emigrimi i babës e tjera, nuk kam pas vëmendjen e duhur, megjithëse kam qenë një person për shembull që matematik mund të ishim i parë i klasë shumë herë, kështu që nuk është se kam qenë keq mësim, por prapse e kam lënë përgjithësisht mesmën. Nështë edhe kam tentu në herë në Itali prapë për një rikëthy shkollës mrapa, sepse më ka me të pengë, më thonë të drejtën, mendoj se është diçka që mungon, por jeta është e tillë, ka kanë bëjt fjallë për natë shtatën, ka një periudhë që do më thonë edhe mësuesit pishin dohan në klasë, ishte tjetër periudhë dhe nuk është faji aty ne, po mund tjetë edhe faji jam edhe faji kohës e i fatit, po nuk ja kam dalë asnjëherë me marruas të mesmen, do më thonë, thjesht kam emigru. E në çfarë moshe keni emigruar? Unë si kam babaj 16 kur kam ikë nej. Në shumë i vogël. Si ishte jeta në momentin kur shkove në Itali që nuk i kishe ndjesinë e fshatit ku ishe rrit, ishe në një vend komplet të huaj. Si e përballove atë kohë? Atëherë kur kam ikë, kam përshëndet mamën si tip gangsterit të thjesht, por kur i kam kthyer shpinën kam ne të qahatin. Kam ne të qahë sepse ishim të menduar se jam të ikë. Edhe kam ikë me peshkërejç, kena kanë një 100 sa veta mrena. Në fillim filloi mirë situata, ishte nën mrena në stivë, se nuk mund dilshim nalt me na po atin, dhe ne ka funi kena vjedhë të tanë, u ba një mix të vjedhash mrena, e pa me derisa kena duru, kena dalë me zorë për jashtë të tanë, deri ku kena mri në traget në offer barit, dhe më thonë, ka kenë në aventurë jo e kullajt. Dhe ne normalisht të rritë të zemra fort emocione pa fund, se kishku një vend të ri, ne kena kënë t'izolum, kështu që me pa një vend ka zhvillum si kur Italia, emocionet ishin shumë të ndona, kështu që mrapa kam kaluar adoleshencën time midis nostalgjisë për vendin tim padyshim gjithmonë, por edhe gëzimit, sepse kishe mundësi me nëpërmjet punës me pas diçka të tanën, me fillu me pas një makinë të vogël, me pagu shtëpinë vetë, me pas mundësinë me ushqy, se na kena vujt edhe për ushqimin atin, edhe thjesht ëndra me pas ujë ngrohtë në shtëpi dhe me hani copë bukë të mirë, me pak djathë të mirë, ishte wow, atin, edhe hala e kam këtë gjanë sot. Unë kjo mendoj se është një nga gjanat që më kanë humë kur, do më thënë, hala kur fute me ula, me ujtë në zetë, tha mos sa mje kam ujtë në zetë. Do më thënë, ja thamë hala sot veti që jam 44 vjeqë. Interesante. Cila është puna e parë që ke bërë kur ke shkuar në emigrim? Puna e parë kam filluar shumë pak gomist. Okej. Mrapa nuk kishin i sukses shumë. Gjithmonë tip kështu, si tip hutasit, si tip. Mrapa kam fillu pjatalar zënimës gushtënja një restorant, që ishte me yll Michelin, një moshën pak për ma shumë ishim pjatalarës.
Babi, që ishte kuzhinier në Itali më të kohë, më pati sugjeru me shku me punu pak edhe në për supermarket gastronomike, unë ka shku tek një supermarket tjetër që bate stazionat e djathtë, prodhet e prosciutto, pastërma, tip spekut edhe gastronomi, ku bashin e qelna, salsa, do të thënë, kam pas fatin me punu në vene, ku më kanë eduku shumë, me kuptu bot kuptimin e ushqimit, sepse ti je shumë i ri, por ne na rrit në një vend ku na është mohuar drejta me kanë gatonar. Se në Shqipëri në diktaturë ti nuk ishe gatonar, ishe punëtor i shtetit në gaton. Dhe çdo gjë e bate partia dhe shteti. Do të thënë djathi ishte i barë kuadrat, buka ishte e barë kuadrate. Dhe kjo s'kishte fare lidhje me qytetërimin, a din. Edhe tu nuk kishte diferencë, a ishe në jug apo në veri, ishe në Alpe apo në det, a ishe në Shnjen apo ishe në Tropoj, të tanë hashin njëtën gjanë, margarin, bukë barë kuadrat, djath barë kuadrat, mensat kishin njëtin produkt, njëtin protokoll gjithkon. Kjo ka të mërshme, sepse do të thot me zhvesh kulturën e një popullit, aty mos me dalu, edhe po ta shofish sot, që po ta prek si tem pak, se përsi se do lejo është pytjes. S'ka si problem. Sot mundesh me shku në Korç, edhe nuk ke as një amelcin me mollë Korçët. Mundesh me shku në Reç, edhe nuk ke as një gjan, as një pjatë tradicionale me kështajet e Reçit. Të pakten për traditë, sepse janë zhduk. Në diktaturë edhe libët e kuzhinës, janë shkatru, ka kanë me urdhën mu shkatru, sepse nuk u do të me të lidha si gja me shkumen e familjeve pasanike. U do të me kanë tonë një lloj që parimisht duket e drejt, po në fakt është shkatrim kulturash. A është kjo pengesë arsyeja pse ti fillove të mendosh këtë iniciativë për agroturizmin për ta sjellë në Shqipëri? Po, unë mendoj se më ka frymëzuar shumë kjo gjë kur kam pa në prendim sa mirë ndryshoshin dialektet e tavolinës, dialektet e të folmit, se këta dialektet e të folmit kanë ndryshuar edhe këto fort midis katuneve, po jo tavolina, din, kurse atje shifshe se çdo zonë ku shkoshe, edhe vetëm me bë 2 kilometra më partaj kishin një pjatë tjetër, din. Edhe kam thënë si ka mundësi, ne nuk e kena këtë gjë. Edhe unë kam shku fiks me idenë, kam netu më pjek veten time, kam thënë si ka mundësi dhe unë kam dashur me u kthy në Shqipëri me bën fiks këtë gjë, me gjet dialektin ushqimor të zonës time, po edhe shqiptar, sepse kështu do të marrë emigrimi për menimin tem. Shumë kush shkon në emigrim, edhe kthehet me atë që ka mësu, por shpesh kopjojnë provimin më shumë se sa kuptojnë leksionin. Me kopju provimin do të thotë me shku në Napoli marrë me bë picë me fisht. Sepse Napoli shef se bëhet picat, bash pizzeri mirë dhe kthehesh me fisht bën picë. Në fakt nuk bën sens me bë picë me fisht, a din? E vërtet. E mira do ishte me shku me kuptu sepse bëhet pica në Napoli dhe me kujtu durët e nanës të në bë byrekun e laknurin e nanës tane dhe me thonë hajde të kthejmë fisht të bëjnë këtë gjanë. E munu ma temen edhe në arkitekturë, edhe në kuzhinë, edhe në sjellje. Për shembull kur jam kthy, gjaja e parë që kena punësu zonjat zonës, si ishin goxhat moshume, që të kishin pak lidhje me traditën edhe me kujteset e nanave tyne që kanë bërë përpara. E kuptoj. Kush është personi i parë cili ti ke prezantu këtë ide edhe a ka qenë suportues? Na kena me vllahën tem, të netë në një strukturë që ishte pak larg liçenit në Itali, Lago di Garda, ishte me Antonin dhe ishte një tip taverne shumë e thjeshtë midis një ullishte gjigante. Edhe thjesht ishin tavolinën e për ullishte dhe i thash vllai, po si ka mundësi në nuk mund të thëna me u frymëzu dhe me baki gjoke këtu një në fisht. Na kena baqen tonë këto gjanat klasike. Edhe na mund ta bëjmë shumë mirë dhe thjesht këtë gjë. Edhe me thënë drejtën edhe vllajt i pëlqej kjo. Dhe i kena kallzu direkt moms e babs parit, kërësisht, baba ka kënë supportu si unë me i fortë nga ana ekonomike. E babi tha, po më ta bëjmë, ishte gati, dhe si me na mbledhë, se ishte na shumë të alakatën, ku me marrë mu me mendu mu rikëthy, kështu që ka linë kretë spontanisht një gjitë zakonsh me bëjmë si sot, më thënë ku ishin thjeshtu ne i për drejt në një vend me vllahën tem, me Antonin që na punashim edhe larg shifsh në rrallë, edhe kena thonë po këthe na bëjmë. Sa gjë e bukur. Dilemat a kanë qenë me ty gjatë gjithë momentit deri në moment që e ke realizu si projekt, luftrat e brendshme. Si e ke përballu ato momente? Po, me thonë drejtën, jena tregu shumë të matun, se për herë suksesi jonë kryesori ka qenë që kena pas plan B. Unë e folshëm me Antonin gjithmonë, që do ta bëjmë diçka të qëndrueshme, kena investuar shumë pak lek, edhe shumë energji tonë. Kena marrë kuzhinën e vjetër me vetëm 3.000 euro që ishin të e hik një institut.
kena marrë një fugon që kena rishit kënej me zarë transportin falas. Këtu janë marrë trate drunit 3.000 lekë copa, gjithka kushtu shumë pak, për mujt me ba gjithka shumë të varfen e thjesht, që ishte me plan B, po nuk heci me ba stall dhish. Kjo ka kënë, historikisht plan jonë, dhe kjo nga ka ba shumë të fortë, sepse në asë jeshtë kena kënë të kërstnushëm për i klientit. Që si klienti vite në thotë du picë më fisht, se unë kam paret, thosh na jo vlla, unë e kam furren, mund ta baj picën, di me ba picën, po s'du me ba picën. A kupton, edhe në fillimit e mia, gjithmonë kam kënë pak kështu. Jo në rregull, edhe në fakt në fillim u habishin njerëzit, sepse edhe kishe edhe luksin me kënë një tillë, sepse kur je në fillim nuk të përgjykon kush. Ndoshta për shembull kanë ardhur orën 4:30 pas ditës që nuk është orë 3, as darket. Na historikisht nuk kena shërby kur në mëris, me hangër. Kur vishin atëherë, u thoshim thjesht, do mund të ishin persona shumë të rëndësishëm, vjen shumë keq unë hapin 6 sepse kaq është orari, edin. Unë duhet me shërbim darkë dhe në drejkë, se jam restorant dhe kam drejtën time me pushu. Kur e bashëm atëherë, të shifshin edhe në formë respektit. Ne bëjmë prapë sot, vetëm bëjmë një të ngjall, kurse sot dojnë ama se ky ka bë parë, tash nuk do me punu më mas dite. Në fakt ne kena bë gjithmonë, sot është më vështirë, në fakt sepse sot mund të jesh edhe i përgjykuar gjithmonë me këtë idenë se ama se ky tash i ka rau pak bukë mbarkë dhe tash nuk do më din me punu. Në fakt është thjesht respekt ndaj rregullave. E kuptoj. Edhe me mbajt drejt vizionin. Po nga institucionet e asaj kohe, a e ke ndjerë këtë suport apo kanë zjerë probleme? Me thënë drejtën nuk kam pas probleme, ka keni periudhë që kush u kthete në përkatune ishte shumë i lirë, ne kena fillu pa pas nevojë si periudha, pa pas të bos lehtë zona alla shqiptare si janë bëj zonat, nuk me thënë drejtën tamam nuk kam pas probleme, kanë qenë shumë pasor me ço. Do të thënë ka kanë periudhë shumë easy, do të thënë me punu me drejtim. Thjesht nuk kishte rregulla, s'kishte shërbime, rrugës ka kanë bërë këtu po atëherë dhe me fillu gjonat avash, por më mend se në drejtim pak të nuk kam pas pengesë. A ke menduar që kur je kthy në fisht me rikriju fishtën e fëmijërisë tane? Po, kjo e kena ëndra eme dhe me thënë drejtën më ka dalë ëndra ma mirë se sa kam menduar. Të paktën më lidhet me raport me komunitetin. Nuk do e kisha imagjinu kur si shkon këto nivele. Megjithëse nuk e dija, u ka rastisëm kam nxjerr një video që kam dalë të fol 2 javë, 3 javë para se me hap restorantin, fisht. Po. Dhe u tregoj nështë, nuk e di që se keni po. Ajo në fakt difton se një nga qeset e suksesit munden me kanë edhe minet stoik një idejet, mos me lujt, asa ne stej. Jo gjithmonë shkon mira, po paktën është mund të jetë një rregull shumë i mirë. Dhe ne kena net fix një vizionit. Edhe kur e kam një mrapa, do me thënë kur e kam një pari viti që nuk i marrë men as që kam thonë, me thënë drejtën kam thonë, sa mirë, do me thënë i pas kem nejt, i pas kem qënu i des teme. Besoj të ka marrë balli dhe me po vetëm, pak në formë. Po, pare 50 kg. Altin, mund të na tregosh pak për momentin që e ke parë mundin tënd duke dhënë fryt. Cila është ajo ndjesia e fitores që ke ndje? Vallai, ajo ka ndodhur që në vitin e parë mrapa, sepse direkt kanë filluar me pas shumë misfonjavave tona. Edhe ka kanë diçka që ta mushte zemrën plot me emocion. Por di me thani i gjaha, do të thënë, që hala sot i vetëm atëherë për ditë ndodhe një të gjanë, sa herë shoh njerëz habitem, do të thënë. Në fillimet e mia, unë e mendoshim se do ketë disi punë dhe u habitshin më shumë tjerë se sa unë. Fakti që vazhdojnë akoma sot habitem, unë tjerë vë duket normale edhe komuniteti do të mëson, mund duket gjithmonë një gjë magjike kur e shef me njerëz, do të thonë që vinë miq, vizitor me të po ke biznesi jote, ke puna jote në një zonë goxha të largë gjithçafe sa din, është një mrekulli. Sot kena edhe fatin e mirë që janë bashku shumë bujtina në zonën tonë afër, janë bë 8 më duket tash. Dhe janë të tana shumë fisnike, shumë të bukura, ka një standard bile të tana ku shkohet. Për shembull bujtinat e Fietës, mendoj se tana ato ku shkon me Fiet sot në Fisht janë më të mira se sa struktura eme qendrore ku flehet kjo. Kanë akustikën më mirë, kanë komunitetin, janë banjët më perfekte, edhe me thënë drejtën është për t'jo pozitiv sepse janë pa pamë. Mba qefi që Fishta ka arrit në këtë pikë zhvillimi, sepse le të themi një turist kur vjen në një vend të ri për të vizitu, gjaja e parë që ban është me pa në telefon për me pa sugjerime ku me shku, ku mos me shku, edhe vendi parë
ose ndër vendet e para që del është pikërisht Mirizi i Zanave. Dhe krahas kësaj kemi pa edhe pjesën e shtegut Fishtian që u zhvillu para disa muajsh, që ishte një iniciativë tepër frytëdhënëse për fshatin dhe pse jo për të kthyer syt e Shqipërisë në fshatin Fisht. A ke arritur qëllimin që ke pas synu apo ka akoma punë për të bërë? Me thënë drejtën, unë jam jashtëzakonisht shumë i realizuar, jam i realizuar sepse kam marrë më tepër se duhet për jetës, bile besoj shumë edhe tek fati përveç se tek aftësitë këtë gjë. Ndoshta për veti, shoh vetëm një diçka nuk jemi realizuar, por besoj se duhet kohë për këtë, dhe nuk është faji jonë, është faji i postkomunizmi. Postkomunizmi është problematik për këtë gjë në gjithë botën. Është vetëm mos punimi i tokave mjaftueshëm. Do të thonë unë kisha vu bast që me gjithë atë turizëm që vjen aty do të ishin të paktën nuk do kishte marrë toka dera aty. Si rregull, sepse edhe çmimet e tamlit, të mishit e këtë janë më shtrejt, që është mundësia, veza, çdo që mund të bëhet, nuk ka nol, do të thonë ala ka toka dera dhe për këto ne jemi pak i paralizuar dhe kur merr makinën marr tek na. Do të më pa veni plot me vneshta, me ullishte, nuk është krejt ashtu ala, ka ala braktisje. Shumë herë nuk i kuptoj me thënë drejtën, shumë herë edhe i kuptoj njerëzit, por aty ka pas pala, ka punë ala për të përmirësu, jo vetëm zonën tonë, por gjithmonë shpresojmë të i kthen atoks. A mendon se do arrish edhe këtë ëndër, ashtu si ke dhënë jetë këtij suksesi? Po kjo nuk është se është vetëm do ishte mrekulli me pas në dorën, po është në dorën e kulturës komunitare edhe të shtetit e shkujgjanave, po shpresoj fort ta shoh realizuar. Në këtë rast nuk është më dhe disin edhe ku kam rritë sot nuk është absolutisht merita e mi, është merita e komunitetit dhe fakti që ne janë bashku dhe janë njerëz është mirë aty. Zona jonë është po gjithë Shqipëria është, po është e veçantë, me thënë drejtën, ka një mirësi natyrale të njerëzve dhe fakti me bashkëpunu t'japin shpirtin, kështu që shpresojmë ta bashkohen ata ta çojmë përpara pjesën e punëve sidomos puna e tokë, sepse nuk mundet me pas zhvillim, s'mundesh me hyrë për mendimin të maskë as në Evropë, as pas patë tokat e punuara. Shpesh në Evropë GDP-ja e bujqësisë vetvete, mbrapa indukti është shumë i madh, sepse në Itali për shembull është zën rol themelor në totalin e gjasë, gastronomi, bujqësia aty, por direkt, do të thënë bujqësia direkte mund të ketë 3% të produktit majnëshëm bruto, që është shumë pak. Ashtë si me thonë kur ti ndërton një pallat, për shembull, themelet mundën me kenë 3% investimit ose 5% investimit. Pa bëhet pallati pa themele, nuk bëhet pa themele. Ai 5% që i parë, që është zhvillimi i tokës bujqësore në vend zhvilluar, janë jashtë themelore. Domethënë nuk mundesh dot me menu një vend që hyn ose mund të bëhet i zhvilluar, hyn Bashkimi Evropian me tokat pa punuar. Domethënë për mua nuk mund të ekzistojë. Është e para punës. Altin, do kalojmë pak nga Fishta, do shkojmë në Tiranë. Buket gjatë, një risi e sukseshme në profilin tënd, por plot paragjykime pasi janë ato njerëz që nuk e pranojnë dot fshatin në mes qytetit. A të pengojnë këto komente edhe cila do ishte përgjigja e duhur për to? Me thonë drejtën, përgjigjen ato e kanë, sepse kur shef mish fisnik, mendi intelektuale, rini, kalamaj, gjithë farë moshësh edhe kategoritë ndryshme që presin pak kohë për me hyj me marrë bukë me gjathë, është përgjigja vetët, e kanë përgjigjen mrena, do të thënë nuk është probleme e pjesë fare. Djeshëm të fol me një mik temin që është restaurantare. Oroni do me pru 2 jet private, do të thënë janë kompani që vinë me avion privat. Me avion privat tynin, amerikan, edhe duhet me i pru me harë bukë gjathë. Do të thënë kjo është ideja me të thonë se do të thënë unë e kam thyt tabuin tem, edhe fakti që flitet me dialekt edhe me produkt venit e kena bë golin për me tregu se kjo gjë është fashion, vetëm janë katonartë që kanë hikë në qytet, që kanë alergji në fshatit sepse ju ka qumë e thunë se e refuzojnë. Nostalgjik të katonit, janë ato që kam edhe klienta më Fishtë dhe ka klienta në gjithë Shqipërinë, sot janë nostalgjik me shku në për zonat rurale janë pa fundë, sepse duket biznesit që janë hap
me qindra agriturizme dhe farm to table restaurant në gjithë Shqipërinë, kështu që kjo tregon që ka një rrymë kombëtare që njerëzit duhet me ikë nga qyteti në fshat dhe ato janë klientë më të mirë. Ato persona unë i kam në Tiranë klientë të mirë. Kurse aty në që ju vjen hala era dhis, se kanë ikë para 10 vjetëve dhe ndoshta e refuzojnë erën e dhis prap. Ato për shembull mundën me snobu punën e buks me gjatë, sepse duhen me kanë fashion. Unë jam shumë i gëzuar dhe kam pasur se ka edhe disa, s'po e përmendem emrin disa zinxhir ndërkombëtar në Tiranë, që janë shumë kështu për inin, për street foodin, edhin që janë në kombëtare, jo këtu të venit, përse prap, që nuk janë të punu dhe punojmë na që shesin bukë gjatë. Dhe shoh ndërkohë dhe shumë ka një rikthim edhe ke turistët e huaj që shkojnë me harë këto byrektoret fantastike, ku bajnë hala shqiptarët e thjesht, bajnë byrekun, ma mirë me kanë me harë byrek se sa me hangër këto zanat e tjera e burger me qedare këto sandet, me thënë drejtën, të thënë tamam. Edhe unë e kam pasur se ka një trend rikthimi jo vetëm për kjo struktura eme, por edhe tek këto byrektorët e thjeshta shef turista të huaj, ndërkombëtarë që dalin nga ajo zonja që ka byrektorin e vogël që ban pet me dorë thjeshta të holla, edhe hani i byrek crunch atin, edhe kjo është gjë shumë e mirë, ka i rikthim trendit. Është vërtet, sepse edhe unë si student Tiranë me punën tuaj mburrem atje, rritu tha keni pa mrizin, e keni pa buke gjatë që bëhet. Altin, nëse do vije sot në Lezhë për të sjell idenë tënde, a do ktheheshe te Katundi apo do merri një rrugë tjetër? Absolutisht 100 herë do ku jam. Edhe për shembull në Shëngjin, për shembull e kam ofër dikon në zonë, Shëngjini është buka jone gojse, ta thënë tërët, sepse Lezhë pa Shëngjinin s'do kishte jetë, sepse Shëngjini është bukë burim ekonomik. Po unë personalisht e kam një tokë atje të blej me miljereta, s'ka pa euro hala, edhe nuk e kam zhvillu kurr. Do kam mendu me bon në zonë rurale, sepse parë që ka mund mangësi në zonat rurale, se një shtet për me punu mirë, duhet me funksionu edhe në zonat e katuneve, si arteriet e gjakut, nuk mjafton me punu mirë zemra, duhet me punu edhe ma e gishtit kam, sa tin, që edhe si arteriet e gjakut që duhet edhe një shtet me punu mirë, duhet me zhvillu gjitha zonat. Unë kam pa një mungesë totale të kushtinës me identitet edhe të zhvillimit të fshatnave shqiptare, kur kam ardhur dhe hala sot mendoj se ka shumë mundësi me zhvillu në zonat rurale se sa në zonat urbane si që janë këto. Në zonat urbane si që janë Lezhë, Shëngjini, mendoj se për shembull është një ndërtu mjaftueshëm dhe do ishte shumë bukur me i vlerësu këto që kena, e me ofruar një jetë me për turizëm cilësor. Për një sipërmarrës të ri në krahasim me Lezhën që gjete kur erdhe dhe me atë që po shikon sot, a mendon se do jetë më e lehtë për të, a janë kushtet e favorshme sot në Lezhë? Sot për të bërë Lezhë është qendër ekonomike shumë e fortë. Është jashtëzakonisht potente, mund të jetë e para ose e dyta në veri, nga friksa është edhe para, po e dyta është sakherë. Lezhë a zhvillu jashtë masët. Sigur thash para një artim për mu ka mjaftueshëm, do ishte mirë me zhvillu këto si kena, por gjithsesi përveç saj unë shoh se është shumë akullaj sot padyshim, sepse sot ka më shumë ekonomi dhe njerëzit janë më gati për me bëjë zanat bukura. Ne duhet thjesht mos me bëjmë gabime, edhe në gastronomi, mikpritje, me i fut identitet, domethënë edhe në Shënjin. Për shembull, si unë imagjinoj duhet kanë si identiteti jonë edhe mënyra si zhvillim turizmin, po jo vetëm na, po gjithë Shqipënia. Turizmi shqiptar që është i bëm zonat bregdetare, është i bëm nga njerëz që kanë zbrit nga malet edhe nga fushat shqiptare. Nga Mjëseja, nga Mirdita, Tropoja, malësorët e Duazhinit ose malësorët e Malësisë Madhe, të ne e dim shumë mirë se në ishull ka shumë malësorë. Për shembull, imagjino sa bukur do ishte ato që banë edhe diella zonisht, sepse në vitet fillim të 900-s ose në fund të 800-s, malësorët kanë para me bakti poshtë, kanë pa pas stanet edhe shtëpiat verore edhin, po përveç asaj kanë pas ose dimnore sepse ishte më ngrohtë. Përveç asaj kanë edhe peshkatarë, domethënë malësorit peshkatar. Malësorit peshkatarë me pjesën kry. Unë mendoj se kjo gjëja do ishte shumë e bukur turistikisht sot, se ato që banë sikur thash diella, që të bien edhe buk kallamoqit, edhe djath, po edhe peshk, ose një alë fantastiko si byrek me ros, edhin. Ky gjë duhet me kanë vizion për këtë turizmin bregdetar, do të me pranu kushtin, ose ti je një mirëditor që ke rënë Shënin, nuk ke nevojë mu sill si Giovanni që ban
vetëm spaghetti aty. Po më u thonë se unë jam një militor i Ramshnin dhe me integru bashkë kulturën tonë çobane katunare, bashkë me ato shejt e egra, atë mersinën që gjahet ose trumzën e lisën që gjahet Kotra e Shnit që është fantastike në Rom, e me kombinu bashkë me peshkun e me bën një turizëm identitar ku ti tregon se unë jam kë. Adin, dhe kjo për mua do ishte më e mira e mundshme vetë me bëj turizëm cilësor shtin. Po bënim një shtonë, kena shumë jetëgjatësi në turizmin tonë. Nëse do vazhdojmë thjesht të bëjmë pica e spaghetti, kam frikë se do jetë pak më zor. Altin, tash do kalojmë në një pjesë tjetër ku mund të na tregosh pak mbi familjen tënde, mbi fëmijët e tu. Aja ke përcjell kët pasionin tënd për agroturizmin? Jena munu, mendoj se jam prind shumë i keq. Edhe djalë prind shumë i keq sepse jeta të ban ngarkesa e madhe, din të ban me kanë pjo shumë i pranishëm. Kam fatin e mirë se kam babin, mamin, bashortën, vlla nusën e bashortit, nusën e vllajt, më falni. Që janë të tanë të mrekullueshëm, me thënë drejtën, edhe janë të mirë, po jeta të banë në fakt edhe puna jonë e tillë është se mos me kanë bash shumë prezent me bëmë mjaftueshëm. Mjera me u fut këtë dashnin në katunit, i shoh për ditë që i ketë në për tu sjell në për bakti, në për sen, kështu që e duan shohatin pafundësisht. I tash janë ato zhvilluar dhe ndoshta nëse kena energji me bë, kam pas shef, bëre po tregoj kështu. Kam pas shef me bë një restorant të vogël për fëmijët, i menaxhum nga fëmijët. Do të thonë që fëmijët tonë e menaxhojnë, do të thonë me lanë vetëm një rob tritun që mos të vriten, të priten kështu, edhe me gatu sikur duan ato, edhe me shërby klienta fëmijët e tjerë. Do të thonë restoranti i bën për fëmijëve. Dhe ishte shumë interesante. Shpresojmë që ta bash. Po shpresoj të për me u fut në zell aty në këtë xhan. A shikon të fëmija jot vetën tane kur ishe fëmijë? Me thënë drejtën, ne na rrit me vështirësi shumë të mëdha aty, kështu që nuk e shoh dot. Kam frikë se bile një nga damet që janë të bën fëmijëve tonë sot është llastimi, sepse është jeta e tillë, domethënë sidomos mungesa e kohës më marr me to. Dhe nuk e di se si do të jenë të ardhmen tot. Jem ti u baj i dam, domethënë nga fakti se nuk mund kujdesen as shumë me to dhe ju japin pak më tepër se duhet. Nëse nesër do të vite do thotë kam qef mu angazhu në politikë, cila do ishte reagimi yt? Për fëmijëta, fëmijët e mi, absolutisht po. Do i kisha thënë vetëm me gjosi do kisha zgjeru aty, po dhe ju, është që ju do të më besu fort tek idetë që keni politike, mos mi përzi kurrë, sepse mos mi përzi kurrë me interesat personale, po me kanë vizion edhe besim. Kur kemi ide të forta dhe ke shef me unet aty në ideve, argjaj ma mirë, po do të me kanë jo mbi interesa, me kanë ide politike. Pavarësisht cilat ke, unë respektoj shumë persona që janë shumë të fortë në idetë e tyre politike. Po do të me kanë të pastra. Vlerësoj. Altin, kemi një skenar ku zoti kryeministër ka të nevojshme për të ndryshuar turizmin dhe kulturën në Shqipëri. Dhe në researchet e tij, emri i parë i cilit ai mendon që mund të bëjë ndryshimin i tij dhe të ofron pozicionin ministër turizmit dhe kulture. Do e pranoje? Jo, nuk do e pranosh dot, sepse nuk e shoh se kam kapacitetin e mjaftueshëm, sidomos me bëmë kanë të bashku me kulturë e turizmit s'ka shanse, sepse në Europë që nuk ka marrë të lartën, nuk e ba dot, por ajo që do kisha bën unë, për shembull, me kanë ministër turizmit. Personalisht për shembull mbrapa parë shoh gjë shumë të mirë që lidhet pak edhe me vizionin e Bashkisë Lezhë, për diçka duhet më thënë tërëz, më thënë fakti që ka vënë në prerogativë kryesore pastrimin, do thënë pastrimi. 10 vende bosh, mbrapa me diskutu për gjërat e tjera. Mendoj se kjo do ishte edhe me bëmë ministër turizmit. Do thënë pastrimi, sepse na kena lajë problem madhor që është pastrimi. Dhe po zgjidh këtë problem, nuk mundena dot me diskutu për tjerat.
Ashtë si me thonë, hajde t'i ngrajmë një makinë si s'ka rrotullat. Me thonë, e para t'i vem rrotullat. Mara pa motorin hajde po ja rregullojmë se po shtymë me krah, po e para është pastrimi, do të thonë pa zgjidh çështjen e pastrimit edhe plastikës që janë atë për brigje, plazhesh apo në lume kështu, nuk mendoj se mund diskutohet për tjetër kështu, por ky gjallë mendoj që ai do kishte kanë rregullin në mënyrë parë. I dyti është me me inkuraju nëpërmjet taksimeve të ndryshme sipërmarrjet që kanë më shumë identitet dhe si vend punë kur bëjnë shërbim edhe elitar, vend punë komunitetin afër, do të thonë që interagojnë, blejnë produktet lokale, promovojnë artizanët lokal, sepse me thonë drejtën kjo është e armë e turizmit vërtet. Turisti para ta vjen të këti. Që unë do kisha diferencu para shumë vetëm nëpërmjet tatimit ose nëpërmjet subvencioneve me inkuraju ato që mundën me basa më shumë ekonomi lokale kur hapin sipërmarrjet e tyre. Kjo është. Edhe diçka tjetër që kisha bë, kisha blloku totalisht shitjen e shtëpive për persona që nuk u duhet me jetu aty. Ti mund të kesh lek sa dush, a kupton, mund të jem rus. E vi blej 2 pallate e lam shtin kot. A din? E kam lek boll, po më fal, ç'a profiton komuniteti që ka 2 gërmalla aty që rrin gjithë vitin kot. Mendoj se shtëpiat e banimit janë për komunitetet që jetojnë dhe punojnë aty. Kurse nëse ti do me zhvillu turistikisht, t'jap mundësinë me bë hotel. Hotelin banet malë sa dush, 500 dhoma, mrekulli sepse hoteli, kur hyn punë, ka me punësu njerëz, ka me blej produkte dhe gjeneron ekonomi fantastike. Kurse ato objekte që rrinë aty munden me kenë shumë pasanik, ky është gabim që ka bënë dhe Malizi, i kanë blej dhe nështë ka rusë si nuk hyn tash 50 mrena. Shtëpia rrinë aty mbrek detit, është gjigande edhe nuk hyn kush mrena. A kupton, kjo është e trisht sepse është ekonomi në momentin që bëhet, mbrapa kur nalet, rrin aty, mbrapa nuk është më ekonomi aty. Ndërkohë e ka llastu tregun se ai lek ka hyrë në fakt dhe na ban këtë komod, por me kohën nuk është mirë. Altini Mrizin apo Mrizi Altinin? Një pyetje shumë e thjeshtë për ty. Me thënë drejtën, është Altini Mrizit, sepse Mrizi është krijesë më e madhe se unë. Edhe Mrizi është i krijesë në njetin, edhe për shnetit që kam nesër më fiket motori. Mendoj se krijesa, të Mrizi, që ka lindë nështë si ide fillestare e vogël e emja me familjen teme, vlen më shumë se Altini, dhe Altini mundet me hip punë vetë prapë se prapë ajo ideja që ndron për minimin tim, kështu që absolutisht është Altini i Mrizit. Se Mrizi është më i madh, është ide. Atëherë të mbesim pak te emri Mrizi Zanave. Gjeniu i letrave atë Gjergj Fishta, që për gjithë ne shqiptarët është një krenari, sidomos për ju dhe për Fishtën. Me cilin moment të veprës Mrizi Zanave ja kushton rrugtimit tënd si person dhe Mrizit si biznes? Shkrimi që është ke Mrizi? Nuk mund t'i baj paralelizëm, se e ka kënë shumë kritik dhe shumë nuk është se ka kënë një but në shkrimet, në fakt Mrizi është i but, unë thjesht i ka marrë vetëm titullin edhe faktin që kena pas fatin që ai ka lind Fisht, edhe kjo është fat shumë i madh. Edhe jam mundu me marrë gjithë element lokal, sikur është fati që kena pas atë Gjergj Fishtin që ka lind aty. Por ndoshta e vetëm e gjallë që mundem me straktu nga ato që ai zotnia ka thënë, e ka shkruajt. Jo vetëm atë veprat e tjera ka kënë ku jepte nuanca bashkimit kombëtar. Mbi ata ndoshta sot do pak edhe na mundu me kanë gjithë përfshirësa në komunitetin tonë, po edhe në mënyrë pak më të madhe kombëtare, për me dashnë një tjetrin. Kena mundu me dhanë spunto edhe frymëzime se si mundesh me bashkëpunu me kujshin tanë, me komunitetin, me konsumu produkte lokale. Dhe kjo ndoshta mund të jetë pak natyra fishtjane të bamit, sa ai tjetin ka thënë shumë gjana, si se është për shembull ne vërtet kena bërë të bashkë, për shqiptarinë e kena bashkë. Gjithë këto fraza që janë për bashkim, po. Dhe ndoshta aty kena dhënë pak nuanca të vogla, por nga ana tjetër ka kanë fantastik kritik gigant aty, do s'kena lidhje fare ne. Projekti jonë është gastronomik, territorial, nuk është me ato bazat forta të atij, vetëm thjesht, po ndoshta nuancat e gjithë përfshirjes të komunitetit e kështu mundet me kanë para shumë me njëjta rrugë. Altin, shumë faleminderit për këtë intervistë, ishte një kënaqësi. Si në përfundim kësaj, nëse mundesh një mesazh për ne si rini që kemi marrë këtë iniciativë, po edhe për ato që janë jashtë, cilët kanë shumë ide, por kanë vështirë t'i shprehin.
Jam më parë, mesazhi jam është që duhet se s'ban me dhani mundësi venit tuja, dini, tu ku jeni. Mos shifni gjithmonë ato që ja kanë dalë, se ndoshta jo gjithmonë mund të shkoj marrë një lloj. Kur I shifni njerëzit e realizuar, siç mund të jetë Altini ose dikush tjetër, mos kujtoni se ja kanë dalë vetëm vetë. Është një faktor shumë kryesor që është fati dhe ky duhet me ja kujtu vetes sidomos kur tentojnë diçka dhe dështojnë. Ato që tentojnë me diçka të vogël dhe dështojnë, edhe shohin ndoshta një Altin se ashtu I shkumar, mos demoralizohen se nuk është të vërtet krejt merita Altinit, është fati ka herë. Ne na ndor fatit. Se ne si njerëzore kena një ves shumë keq, kur gjanat na shkojnë mirë, thojmë kena bën vetëm, merita jote. Kur na shkojnë keq, thojmë është e ka fajin tjetër. Po jo tjetër ose s'kisha fat. Nuk më shkoj mirë, s'pata fat. A kupton kur shkojnë mirë, dhe e kam bën vetë. Ja dhe ti nuk don më bën. Në fakt, ti don më bën sikur unë thjesht është ka herë është fati jetja, Zoti që vendos disa gjëra, kështu që ne mundena me bë tonën, me kanë kompetitiv, krijues, më çum 6 mëngjesit, me menu maksimumin e mundshëm, po në fundit kena shumë pak në dorë, pjesën tjetër nuk e kena në dorë, na e ka dorë dikush tjetër. Ne mundena maksimumin me bë tonën dhe jepni unë mendoj dhe ftoj çdo të ri që është dhe jashtë, dhe ato që jetojnë këtu, me dhënë mundësi venit tyne, sepse mendoj që janë shumë mundësi të mira me dashme jetu edhe këtej, megjithëse mund të kemi edhe zhgënjime. Dhe për mbyllje të këtij episodi, themi që për të arritur suksesin nuk duhet t'i mbajmë mendimet tona vetëm për vete, por duhet t'i kërkojmë dhe të shfrytëzojmë çdo mundësi të mundshme, sepse duke gabuar jemi më afër qëllimit, por duke mos vepruar nuk kemi hyrë akoma në garë. Faleminderit dhe shihemi në episodin e radhës.